Lidhja Demokratike e Kosovës po e paraqet fitore në Prishtinë si një arritje të madhe, por rezultatet e tjera të zgjedhjeve tregojnë humbje të rëndësishme. Partia ka humbur komuna që i ka udhëhequr për vite me radhë dhe që dikur njiheshin si bastione të saj, si Fush Kosova dhe Obiliqi, si dhe ka pasur rezultate jo të favorshme në raundin e parë në Podujevë e Gjilan. Kjo tregon se fitoria e kryeqytetit megjithse simbolike dhe me peshë politike, nuk i kompenson të gjitha humbjet e tjera. Analisti Driton Tali në një prononcim për Bota Sot ka deklaruar se fitoria në Prishtinë është shumë e rëndësishme politikisht pavarësisht mënyrës se si u arrit, pasi bëhet fjalë për kryeqytetin. Megjithatë, ai thekson se zgjedhjet lokale nuk mund të quhen të suksesshme për shkak të humbjes së Fush Kosovës e Obiliqit, si dhe të disfavorshme në raundin e parë në Podujevë e Gjilan, dikur bastione të forta. Fitoria e Prishtinës është e rëndësishme pa marrë parasysh se si u arrit. Fundja çon pesh nëse ishte fitore bindse apo fitore me koalicion të gjerë. Megjithatë, është fitore e rëndësishme politike, sepse kemi të bëjmë me kryeqytetin. Mirë po, këto zgjedhje lokale nuk mund të quhen sukses, duke pasur parasysh humbjen e Fush Kosovës dhe Obiliqit, si dhe humbjet në raundin e parë në Podujevë e Gjilan, për pak rreth 100 vota, dikur bastione të saj. Ajo që u pa qartë kësaj here sa i përket zgjedhjeve lokale është se rolin kryesor e patën kandidatët përkundër bastioneve të partive, siç janë bie fjala Skënderaj, Deçani apo Istogu, ku paraprakisht pothuajse dihet se kandidati i së cilës parti do të fitojë. Ndonse edhe atë aspekt e theu Ramiz Ladrovci, i cili e mposhti partinë e tij, ka thënë ai. Gjithashtu Tali ka shtuar se rëndësia e individëve në zgjedhje u vërtetua edhe me ruajtjen e pozitave nga ish-kryetarët në Kamenic, Gjilan, Ferizaj, Prizren dhe Gjakov. Nëse partitë kanë kuptuar këtë mesazh dhe konform këtij mesazhi i përpilojnë listat zgjedhore, atëherë pritet që këto zgjedhje të parakohshme që pritet të mbahen tash të jenë interesante dhe unë besoj se cilado parti që arrin të rekrutojë individ të respektuar në shoqërinë tonë edhe do të performojë më mirë. Pra, jo vetëm LDK-ja, por edhe partitë e tjera duhet të kenë kuptuar këtë mesazh. Për t'ju përgjigjur edhe më tej pyetjes suaj, edhe LDK-ja veproi konform kësaj atmosfere, ndonse u pa një afrim më i madh me PDK-n, dhe ky afrim natyrisht se shkaktoi edhe polemika që është e kuptueshme duke pasur parasysh historinë e jo bashkëpunimit midis tyre në të kaluarën e afërt, shpjegoi ai. Në fund, Tali vlerësoi se është normale që LDK të shfrytëzojë fitoren në Prishtinë. Sipas tij, Abdigjiku po e flyn këtë fitore sepse ka shumë presion brenda partisë dhe rrezikon të detyrohet të jap dorëheqjen ngjashëm me Krasniqin në PDK. Sa i përket përdorimit të fitores së Prishtinës në LDK, kjo është e pritshme, është formë e fushatës politike, madje edhe arsyetimeve qoftë grupore qoftë personale, sepse zoti Abdigjiku udhëheq një parti e cila ka shumë hisedar brenda saj dhe ai e di këtë, andaj mundohet që fitoren e Prishtinës ta fryjë sa të mundet, duke paraqitur edhe si fitore të vetëm, sepse ai e di se mund të shkarkohet apo të detyrohet të jap dorëheqjen ashtu siç dha zoti Krasniqi nga PDK-ja, ka përfunduar Tali.